por ne do të vi, do të na shpëtoj, oqeanin ton, oqeanin ton. Pas një ndihme tjetër nga Mandrila, princesh Neri dhe miqtë e saj shkuan të gjenin kristalin e tretë, duke i bërë një vizitë mbajtësit të kohës. Por ata nuk ishin vetëm në udhën e tyre. Si gjithmonë, Galieli, magjistari i hapësirës, dërgoi Elgar dhe Mozën pas tyre për t'ju vjedhur kristalin për qëllimet e tij djallësore. Gjatë udhëtimit të tyre, Neri dhe miqtë e saj takuan një grup fluturakë shumë të veçantë, të cilët donin t'i bënin ata kurban për zotin e tyre fluturak. Gjoba erdhi t'i shpëtonte, dhe fluturakët e çmendur të çuditur nga magjitë e Gjobas e shpallën atë zot. Me fluturakët në anën e tij, Gjoba gjithë bashkë përfituan nga fluturimi falas drejt mbajtësit të kohës. Ata as që e kishin idenë se në fakt mbajtësi i kohës po i priste. Vite të tëra, vetmie dhe studimi e kishin bërë atë jo shumë miqësor dhe të vështirë për të kuptuar. Por ai i paralajmëroi se dhe pak do të ishte bërë shumë vonë, duke përsëritur kështu të dhënën e fshehtë të Mandrilës. Se koha është thelbësoria. Hënat gjithnjë e më shumë po bëhen si... Gjëra e gjakut. Ishte tek profecia e gurit të dytë të shenjtë. Lazia tha. Dhe me kalimin e kohës, hënat do të bëhen të kuqe si gjaku. Edhe planeti jon do filloj të tundet, sepse do t'i tunden të gjitha themelet. Por do jetë një person i cili do të na nxjerrë nga ora jon më e zezë. I premtuari, cili do qoftë ai. Mandrila më tha se... Të tha që koha është thelbësoria. Po. Dhe askush në oqeana nuk e di këtë gjë më mirë se unë. Unë kam qenë mbajtësi i kohës këtu lart për të paktën 1000 vitet e fundit hënore. Por misionit tim tashmë po i vjen edhe fundi. Por përpara se t'i vi fundi, duhet të na thuash. Ku ta gjeni kristalin e fundit, e di. Por ju do t'ju duhet të prisni deri në kohën e duhur. Të panjohur? Të panjohur. Sakrific? Sakrific. Ti lutemi Perëndis? Lutje Perëndis. Me përforcime? Përforcime. Çfarë ke kështu Elgar të mbaroj fryma? Nuk kam qenë kështu përpara 250 vjetësh. Kam qenë një alien krejt tjetër, por nuk mund t'i kesh të gjitha, besoj. Vërtet jam 300 vjeçe, për përsëri jam shumë e bukur. Shiko, moza! Ato që fluturojnë, ato ndihmuan atë princeshën Pispilluqe. Ndoshta na ndihmojnë dhe ne? Hej, këtë
dola përsëri, moza. Mrekulli! Mos u shqetëso, Mikro. Tani koha ka ardhur. Unë kam gjithë jetën time që po pres vetëm për këtë çast. Pra, tani edhe sekreti do të jetë i zbulueshëm. Ja, atje është edhe shpëtimi im. Ja, Kristali i tretë? po, por kujdes. Kristali ka qenë i mbrojtur për 2000 vjet me radhë. Je dole përsëri mban, Elgar! Mjaftu qura vite. Ti ke në rregull? Po unë jam shumë i ri për të vdekur. Çfarë ishte ajo? Çfarë është çfarë? Këtë kishe planifikuar ti? Kjo nuk do ta prish planin tim të madh. Po mos rri aty kot, bëj diçka! Shikoni pak të majqin, more budallënj. Ngri! Zoti madhërishëm, ne të përulemi! Ashtu të lumt. Tani, na zgjidhni përpara se t'ju shtuk të gjithëve. Çfarë kam bërë për të merituar idiota si këta? Puna juaj është të ndiqni nerin dhe merrni kristalin. Kush e di se ku mund të ketë shkuar ajo, more budallënj? Ju thira që të dyve këtu, kështu që unë do t'ju shpjegoj tani planin tim edhe ju të dyve për para... Planin tënd? Ta! Planin tim! Me sa mbaj mëndun, mbretin e mon donte që ne të hartonin planin të gjithë së bashku. Dhe t'ja paraqisnim atij për aprovim. Patjetër që mbreti do ta miratoj planin tim, i cili ju përfshin edhe juve. Pak a shumë. Oh, Po, na thuaj, Zardor, si mund të të ndihmojmë? Qëndroni sa më larg. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëni, derisa amfibët e mi të kapin Galielin. Por, e si mendon që do jarrish kësaj? Po janë, ne do të përdorim fuqinë tonë të lartë për ta çarmatosur sigurisht. fuqinë e lartë the. Dhe inteligjencën. Atëherë më lejo të them që të duhet patjetër ndihma jonë. Ju vini në dyshim trimërin ton, Lazia? Jo, por mendoj ashtu si mbreti ynë i urtë. Duhet që planin të hartojmë bashk. Mjafton të gjejmë një mënyrë për të shkuar atje. Vazhdoni. Ky është një mesazh zanor i cili dëgjohet vetëm nga fluturakët, shërbëtorët e mi më të bindur dhe besnik. Ky është shërbëtori im më i bindur dhe besnik, i cili do ta çojë të gjithëve atje. Mirë se erdhe, Francis.
Tani, ne duam që të në nëzirni prej këtej. O, i madhërishëm. I madhërishëm, sikur po më pëlqen se si tingullon kë, po ty, Moza? Mrekulli! O, ndoshta, o i lavdishëm, kjo do të më mallën gjende komplet. Po i dërmuar si të duket. Çfarë ishte ajo? O, zoti madhërishëm, të panjohur? Është ai droidi budallaj princeshës ton. Moza, ti shko përpara dhe mos u afro shumë se është me rrezik. Dhe tani shërbëtorët e mi besnik, përpara. Mos u shqetësoni, nuk e gjen gjë. Ashtu po mali nuk e gjen gjë? Më mirë mos të harrojmë se përse kemi ardhur këtu. Shiko lart, shiko poshtë, shiko thellë. Duhet të shkojmë poshtë në humner. E sa poshtë është? Sa më poshtë të jetë e mundur. Pas ka uj. Nuk ka gjë në anda. Unë dhe Gjoba do të vazhdojmë vetëm. Po, unë dhe ne anda do të rrim këtu, të bëjmë roje, derisa ju të ktheheni me kristalin. Ka që fat. Keni kujdes. Mos u shqetëso, ata do të kthehen shumë shpejt bashkë me kristalin. Tani më zbrit me kujdes. Këte ju e lavdishmja Elgar. Çfarë ishte ajo? Mos po she ëndra me sy hapur në anda. Ç'është ky vend, princesh Neri? Ky vend që nga shumë i çuditshëm. Nuk kam parë kur një vend të tillë. Duket si e pafund. Sikur shkon deri në qendër të oqeanës. Mi qam fib. Ne nashtë dhe nderi të drejtojmë sulmet kundrejt magjistarit të ligë të hapësirës Galielit. Ky yni është roli më i rëndësishëm në planin për të... Ne jemi zgjedhur për misionin më të rrezikshëm, të ndihmojmë në zhdukjen e përhershme të Galielit nga oqeana. Kjo e jona është pjesa më e rëndësishme e planit që i përfshin të gjithë klanet. Por ju nuk duhet të harroni se ne si fluturak, sigurisht që jemi boshti i të gjithë planit. Ne do të marrim... Banor të shpellave, ne jemi zgjedhur për të kryer një detyrë të rrezikshme. Është detyra më e rëndësishme e një plani i cili do të na sjellë paqen për gjithmonë. Ju lutem, mblidhuni të gjithë dhe dëgjoni me kujdes. Ajo çfarë kemi vendosur është se në interesin e gjithë banorëve të shpellave, ja. Më thirrët madhëri? Po, kapiten Sharkana. Ndonjë lajm nga princesh Neri? Madhëria juaj.
Princesh Neri dhe shpura e saj kanë arritur tek mbajtësi I kohës shëndosh, por nuk di për zhvillime të mëtejshme. Të paktën tani ajo është në nënvëzhgimin e mbajtësit të kohës, dhe nuk kemi pse të shqetësohemi. Apo jo, kapiten Sharkana? Jo, madhëria juaj. Çoba, shiko atje. Ku është kristali? Kujdes, Mikro. Mikro! Merre mund me këtë! Çoba! Pa hënjer, çfarë po ndodh këtu? Një luftë për jetë a vdekje, sa argëtuese. Do doja të rjetë shia shfaqen, për çështje më të rëndësishme më presin. Unë të shpëtova një herë dhe ti më premtove se nuk do të shkoje më kurrë pas kristalit. Premtim? Premtim? Nuk mbaj mend të kem premtuar që. Po ti, Moza? Ti e di që po, Moza. Apo, faktikisht, tani që po më thoni ju, po më kujtohet që I premtuar princeshën që mu. Budalla lëqe, I varfri budalush I vogël nuk e di se për çfarë po flet. Ti është futur ujë në tru dhe e po, ishte kënaqësi. Duhet I të marr kristalin tani, madhëria po na pret ata. Moza, Hajde tani, Moza, let mos na kapin krizat e ndërgjegjes, nuk të paskëm mësuar asgjë kështu. duro, Çoba! Imi, I gjipim. Përqendrohu, Çoba. Së bashku ne do të fitojmë. 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 Talond, Elgar, e dhja që nuk do të më shkënjeje. Ma sjell kristalin tani, Elgar, dhe bukuria e përjetshme do të bëhet e jotja. E gjitha e jotja, ta premtoj. Moza, shiko, kristali, gjeta. Më duket se ka ngecur. Më ndihmo pak, Moza. Moza, hajde më ndihmo këtu. E lavdishmja, Elgar, çfarë mund të bëj për ju? E di atë fjalën, miku që është mik njet në rrezik. E po miqt nuk I mbajnë sekrete njëri tjetrit, Elgar. Sekrete? Për çfarë e ke fjalën tani? Për familjen time. Çfarë I ndodhi prindërve të mi? Më premton që do të më ndihmosh po ta tregova? Po, sigurisht. Galjeli të vodhi nga prindrit e tu dhe I la të vdisnin ata në planetin e tyre që po shkatrojnë. Tani u knaqe? Moza, hajde shpejt këtu, më premtove. Do të ta kthejmë edhe njëjtën modën edhe, Elgar. Mikesha ime besnike, desha të them madhëri. Moza, ktheu shpejt. Nëse nuk ja çojmë këtë kristal madhërisë, atëherë ai do të na... Moza! Së bashku ne do të fitojmë. Së bashku ne do të A je mirë tani, Çoba?
Fal teje. Shkojmë, nuk kemi asnjë sekond për të humbur, duhet të marrim kristalin. Të kapa! Të kapa më copa ime për jetësisë. Urt, vogëlush. Shpejt, ikim për këtej! Jo, na duhet kristali.